Në katedralen e Shën Stjefnit në Shkodër është mbajtur mesha e vigjiljes me rastin e festës së Zojës së Shkodrës, pajtore së qytetit. Para besimtarëve të shumtë të mbledhur për këtë ditë të shenjtë, arqipeshku i Shkodrës Imzot Giovanni Peragine përcolli një mesazh të fortë shpirtëror dhe shoqëror. Në fjalën e tij ai u ndal tek domethënia lutjes, duke theksuar se Zoti e di gjithnjë se çfarë kemi nevojë, por shpesh na jep edhe më shumë se sa kërkojmë. Lutja nuk është për të ndryshuar mendjen e Zotit, por sepse lutja në ndryshon neve, tha ndër të tjera Imzot Peragine. Është një gëzim të bashkohemi sonte në këtë katedrale në vigjiljen e festës së Zojës së Shkodrës, që është pajtoria e kësaj katedrale dhe për qytetin tonë. Është sigurisht një mbrëmje lutjeje dhe pritjeje, por përgatitemi të ndërrojmë Marin Zoje bekuar, nanën dhe mbretëreshen, dhe të hapim zemrat tona ndaj hirit që Zoti dëshiron të na dhurojë nëpërmjet ndërmjetësitë të saj. E secili prej nesh sigurisht ka shumë kërkesa, ose do të themi ne si bashkësi, ne si qytet kemi nevojë për shumë gjërat që në të vërtetë mund të qëndrojmë beznik ndaj thirrjes së sonë të krishterë. E si thash në fillimin e meshës, në këtë ditë në të cilin kremtojmë dita botërore e misioneve, në të vërtetë se cili prej nesh mund të jetë misionar, do me thënë dëshmitar të besimit që mbajmë, dëshmitar të Ungjillit. Këto janë gjëra që duhet të paraqesim Zojës së bekuar, duhet të lutim, duhet të kërkojmë. Në përfundim të meshës nuk munguan fishek zjarret dhe një koncert i përgatitur nga të rinjtë e famullisë, duke e kthyer festën e Zojës së Shkodrës në një moment reflektimi, gëzimi dhe bashkimi. Por në meshën solemne të festës, arqipeshkvi u ndal edhe te realiteti i përditshëm që po përjeton qyteti. Duke marrë shkas nga ngjarjet e fundit kriminale, Imzot Peragine tha se dhuna po plagos strukturën e komunitetit dhe po krijon frikë e pasiguri tek qytetarët. Ai paralajmëroi se ekziston rreziku që shoqëria të mësohet me këtë kulturë dhune, duke e pranuar si të pashmangshme. E nëse shohim qytetin ton të Shkodrës në këto kohë, edhe ne duhet të pranojmë se na mungon vera. Edhe ne, vëllezër e motra, qëndrojmë pa verë. Na mungon verë. Na mungon vera e qetësisë. Na mungon verën e besimit. Na mungon paqen shoqërore. Kemi jetuar dhe fatkeqësisht po jetojmë ende ngjarje dhune që na kanë prekur thelësisht në kohën e fundit në këtë qytet. Në vend të verës së jetës, shumë shpesh gjejmë gjakun e dhunës. Ngjarje që kanë ndodhur në qendrën e të qytetit, në zemrën së jetës së sonte të përditshme, dhe që kanë përfshirë edhe njerëz të pafajshëm. Këto ngjarje plagosin vërtet strukturën e komunitetin tonë, na friksojnë, na bëjnë të ndihemi më pak të sigurt, me rrezikun që të mësohemi me këtë kulturë dhune, sikurse të ishte diçka të pashmangshme. Ajo që është shqetësuese është se gjithme më shpesh jemi dëshmitar të ngjarjeve ku dhuna konsiderohet rruga normale për të zgjedhur konfliktet. Sidomos të rinjt. Shumë djemë
Rriten me idenë se për të qenë i respektuar, duhet të jesh më i fortë se të tjerët, të sundosh, të shtypesh. Sikurse modeli vërtet i burrit të ishte ai që sundon gjithçka me forcë, me dhunë. Ne kemi detyrim, vëllezër e motra, si familje, si kishë, si komunitet, si institucioni, të edukojmë fëmijët, adoleshentët dhe të rinjt tanë për paqen, për butësinë, për aftësinë për të zgjedhur konflikte pa ju drejtuar dhunës, dhe secili prej nesh duhet të bëhet një model, një dëshmitar i besueshëm për ta.